لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Falënderojmë Allahun e madhruar, për i tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona e dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, në problemet që hasim në jetën tonë, sfidat e ndryshme që i kemi në jetën tonë, ngarkesat që i kemi në jetën tonë, preokupimet që i kemi në jetën tonë, një pyetje që duhet t'ja parashtrojmë i vetës secili prej neve, dhe kjo është tema e jonë, sepse në këtë temë flitet vazhdimisht, mirë po sot nga një kant pak më ndryshe, ndoshta, a kemi provuar që problemet e jetës që i kemi, telashet e jetës, ngarkesat e jetës, brengat, preokupimet, a kemi provuar në herë që t'i zgjidhmi këto përmes namazit? Përmes një adhurimi të veçantë që ne e bëjmë sepse na ka obligu dhe na ka detyru Allahu Gjelle Gjelalu e që quhet namaz. Namazit të nderuar vëllezër, si parahyrje pak, zë një pozitë të veçantë në Kur'an. Nuk është vetëm një si shtylla kryesore e para pas imanit, e as si shtylla e dytë e prej kushteve, prej shtyllave të islamit, po mirë, po namazi është një çështje shumë e rëndësishme dhe shumë serioze që besimtari duhet ta marrë për jetën e tij. Për këtë arsye, namazi është i vetmi prej adhurimeve që përsëritet më shumë ti brenda ditës, por derisa i adhurimet tjera, ibadetet tjera kanë interval kohor për më përsërit, një herë në vetë, një herë në jetë. I vetmi është namazi prej adhurimeve që ka kërku Zoti 5 herë në ditë mu përsëritaj. Jo vetëm kaq mirë, po edhe në formë të organizume, mundësisht. Në formë të organizume. Pse? Mu për shkak të ndikimit që duhet ta lë namazin në jetën e besimtarit dhe mu për shkak të kapacitetit namazit që e ka në zgjidhjen e problemeve të njerijut. Në zgjidhjen e preokupimeve dhe brengave të njeriu, depresioneve të ndryshme, shqetësimeve të ndryshme, ngarkesave të ndryshme. Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur ka folë në Kur'an për namazin të nderuar vëllezër dhe për obligime tjera, për shembull për Ramazanin ka thonë Allahu e ka obligue Ramazanin, qysh e ka obligue për juve, qysh e ka obligue për ata që kanë qenë para jush me një ajet,
e ka përmbyll obligueshmërinë e Ramazanit, agjërimit Ramazanit, tu kallëzue se edhe për më herët kanë agjëruar njerëzit. Ndërsa Allahu Gjelle Gjelalu kur ka folë në namaz në Kur'an për namazin, ka folë veç e vetë për namazin e popujve të mëhershëm dhe për namazin që e kanë pas pejgambert e Allahut të gjithë prej tyre. Rabbi gjallni muqima salati wa min dhurrijati. Ibrahimi a.s. i drejtohet Zotit vetë dhe i thotë: o Zot, më bën prej atyre që falin namaz, edhe pasardhësit e mi prej namazlive bëni. Ka thënë për Ismailin: kana ya'muru ahlehu bis salati waz zakat. Ismaili e urdhonte familjen e vet me namaz. Ka thënë për Isaun a.s. wa usani bis salat. Ka thënë Isau kur u kon gjep, ka thënë Zoti më ka urdhnuar, më ka porosit me namaz. Ka thënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: wa aqimi salat, dhe fale namazin o Muhammed. Ka thënë për Benu Israil kur ka tregu për Musa'in a.s. wa aqimu salat wa bashiril mu'minin. Fale namazin dhe përgëzoj besimtarët, ju ka thënë Musa'i a.s. pasuesve të vet. Do nuk ka mjaftu Allahu Gjelle Gjelalu për namazin që ta përmbledh dhe thonë namazin e keni obligim që që ka pas ata para juve. Amo e ka detajizu pak ma shumë. Kjo të regon dhe thotë rëndësin që e ka namazin në jetën e besimtarit. Rëndësin që e ka namazin në jetën e besimtarit. Andaj të ndëruar lëzër, namazin me këtë vlerë që e ka, me këtë ngritje ka që të lartë, është në gjendje të zgjidh problemet e njeriut, besimtarit, preokupimet, e shtresat e ti, e ngarkesin e ti, e të lashet e ti në këtë dunja. Anko është pe i mos bereqetit, fale namazin, ka me cilë Zoti bereqet. Anko është prej e vletve tu, prej familjes tane, që nuk janë ta mund që shdohet, fale namazin, sepse aty është rregullimi i familjes tone. Anko është për problemet, për piklimet e ndryshme, mërzijat e ndryshme. Fale namazin, sepse aty është zgjidhja. Anko është për gjendjen depresive. Anko është për shtresin e mbi ngarkum. Fale namazin se aty shkarkohet shtresin. Aty kalohet gjendja dhe shërohet gjendja depresive. Andaj të ndërruar dhe do t'i përmendim disa prej gjënave që në fe Zoti, disa fenomene që ndodhin, disa dukuri që ndodhin, disa probleme dhe të lashe që mund të ndodhin në individ dhe në shoqëri, e Allahu Gjelle Gjelalu përmes namazit na ka kërku prej neve që ta bëjmë zgjidhjen e tyre. E para, njeriu në këtë dunja e sheh mban thatë, dielli përvlus, bimët shkatrohen, nuk ka ujë, nuk ka të reshura, nuk ka bereqet, po humbet bereqeti. Allahu Gjelle Gjelalu na ka porosit për mes një namazit që ta kërkojmë shiun prej Zotit. Dhe quhet namazi me rastin e kërkimit të shiut. Dalin muslimanët, kur ka thatësi të madhe, edhe dalin në një fush, edhe i vendosin teshat prap, do në gujat e tyre i vendosin prap, edhe falin namazin, edhe lutet tek Allahu. Këtë quhet namazi me rastin e kërkimit të shiut. Tjetra, ndryshojnë ligjet e natyrës. Në pikë ditës mund mozon dielli. Natën mund mozon hana, që quhet eklipsi i diellit apo i hanës. Çka jemi të urdhëruar na si musliman këtë raste me bë namaz? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hana dhe nxënia e hanës edhe diellit, hana dhe dielli janë shenja prej shenjave të Allahut.
mrekulli prej mrekullive të Allahut. Nuk zhduken ato për shkak që ka vdek filani, e as që ka lind filani. Mirë po nëse i shihni se ato nxinen dhe nuk zhduken dhe nuk duken në momenti kur ato duhet të duken, ka thonë fali namaz. Dhe quhet namazi me rastin e nxënjes së diellit, eklipsit të diellit apo eklipsit të hënës. Besimtari është në hamendje në çështjet e kësaj dynjaje. Nuk din çka të veproj, nuk din cilën ta zgjedh. A ta bëj këtë punë apo mos ta bëj? A ta marr këtë rrugë për udhtim apo mos ta marr këtë rrugë? A të marr këtë vendim apo mos marr këtë vendim në jetë? Është në hamendje, nuk di ka t'ja mbaj. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nëse dikush prej juve don me bëj një veprim, edhe nuk e din për atë veprimin çka do të bëhet, ka thonë let i fal 2 recate namaz jo të detyrueshme, edhe let kërkoj prej Allahut zgjidhjen që është më e mirë dhe më e dobishme për ta, që quhet duaja e istikharës në për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Don besimtari kthehet prej udhëtimit, prej shtëpisë vet, prej udhëtimit në shtëpinë e vet. Gjëja e parë që është mirë ta veproj kur kthehet në shtëpi është që shkojnë në xhaminë e fshatit vendit dhe t'i fal 2 recate namaz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vepruar kështu. Kur ka qenë në udhëtim, ka zbrit prej mjetit të udhëtimit, e ka lënë devën apo mushkën që e ka pas si mjet të udhëtimit, e ka lidhë, ka rregullu, e ka shkuj ka fal 2 recate namaz në xhami, pastaj ka hyrë në xhami, ka hyrë në shtëpi të familjarë. Krejt punë me namaz. Besimtari është i pikëllum, është i mërzitur, është i ngarkum, e fal namazin e qetëson. Ilaçi më i mirë dhe më i efektshëm por gjendjet depresive, sepse njerëzit kërkojnë kësi raste, kërkojnë hallëgjit, kërkojnë nga njerëzit kompetent për këtë. Kërkon zgjidhje tek mjeku, kërkon zgjidhje tek psikologu, e në gjendjet e ndonjë magjie tek hoxha. A nuk e din se me namazin e ti keq qëtu i eliminon. Keq qëtu i largon me namazin që e ban, me përkushtim nëse e bën namazin. Inna alladhina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atamu zakata falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alehim wala hum yahzanun. Dhe ata të cilët besojnë dhe bajnë vepra të mira dhe e falin namazin dhe e japin zakatin, ata do të kenë shpërblime tek Allahu, nuk do të jenë të pikëlluar dhe nuk do të kenë frikë, pasigurin, panikën, frikën që e ka, gjendjen depresive e shëron me namazin që ja bën Allahu xhelle xhelalu. Sepse atë ngarkesë që e ki në kokën tënde, kur ti bish në sejdë Allahu xhelle xhelalu, ajo tokë ka me ta tërhiq atë ngarkesë. Ka me të shkarkue nga ajo ngarkesë, dhe njëna prej urtësive që na jemi të urdhëruar me i bë sejdë Allahut në tokë, me lëshu ballin në tokë, është kjo urtësi. Sepse atë ngarkesën që e ka njeriu mbi kokën e tij, në kokën e tij, atë e shkarkon. Për këtë arsye të nderuar vëllezër, a keni pa? Do të mas shtiri është njerëzit me i bë pesbakli. Ose mas shtiri njeri është me bë vetën pesbakli. I mirë shumë, me agjërim po, me zeqat po, me sadak po, me lëmosh po, me edukat mirë po, me sjellje mirë po, ama 5 vakti mu bo shtirë. 5 vaktet mi falë shtirë, se qëtu është lufta me shejtanin. Qëtu është ajo epicendra, nëse këtë e thënti, këtë gardë, këtë muri, ja thënë shejtanit, atëherë ai dorëzohet. Por deri sa ka këtë muri, ai nuk e ka derë. Ai nuk e ka derë.
Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër, na tregon për qetësimin e shpirtit që e ka namazi, rahatin shpirtërore që e ka. Dhe kur vinte koha e namazit, i thoshte Bilalit: o Bilal, thirre ezanin, thirre njerëzit për namaz, çlodhemi pak. Të çlodhemi pak, të pushojmë pak. Andaj kjo porosi të nderuar vëllezër, që t'i rrim gati namazit, nuk është përveç nga ajo vetëm se një detyrim edhe një punë e parë që kemë me llogarit tek Allahu xhalla xhelalu. I pari namazit. Mirë po, është një ilaç i rëndësishëm, është një ilaç shumë efektiv, sidomos në problemet me të cilat ballafaqohemi në jetën tonë të përditshme, me dinamikën e jetës, me ngarkesat që i kemi, vërtet shërimin tanë dhe qetësinë tonë shpirtërore ki me gjehet në namaz. Atëherë kur ti namazin e bën me përkushtim, atëherë kur ti namazin e fal ashtu që ka thonë Allahu xhalla xhelalu. I vetmi namazi është i cili do thotë është i patolerueshëm në asnjë formë. Krejt nga obligimet tjera lidhen me një sebeb. Nëse e ki këta, mundesh do mos me kry këtë obligim. Nëse të ki obligohesh, i vetmi namazi, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokit vet, ka thënë falu në kam. Nëse s'mundesh në kam, falu ulën. Nëse s'mundesh ulën, falu shtrit. Nëse s'mundesh shtrit, falu me isharete. Ama hapësirë dhe tolerancë në këtë çështje nuk ka toleru Allahu xhalla xhelalu, sepse është çështje shumë e rëndësishme për jetën e besimtarit, një lidhje e fuqishme mes njeriu dhe krijuesit të tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmiddin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.